Një sëmundje që haset shumë te kafshët shtëpiake është ajo e nyjeve të kockave, e cila njihet si artriti. Mjeku veteriner Sokol Male na shpjegon se çfarë është artriti dhe cilat mosha prek më tepër. Artriti është inflamacion i artikulacioneve i dhimbshëm në të gjitha kafshët. Predispozit më të madhe për artrit kanë kafshët në moshë të madhe, ato mbasi kalojnë në moshën senior që quhen, që janë mbi 8 vjeç. Gjithashtu kanë predispozit edhe kafshët që janë mbi pesh. Por si mund të trajtohet dhe çfarë kujdesi duhet treguar? Trajtimi parësor është trajtimi medikamentoz me anë të qetësuesave, por gjithashtu ka nevojë edhe për suport. Suporti është me anë të dietës ushqimore, sepse siç tham, kafshët që janë mbi pesh janë më të predispozuara për artrit. Ecja është shumë e rëndësishme, lëvizjet janë shumë të rëndësishme, por që ka një diferencë kafshët me artrit nga një kafshë normale nuk mund të bëjnë ecje të gjata dhe për një kohë të gjatë, por duhet të bëjnë ecje të shpeshta dhe me periudha të shkurtra në mënyrë që të mos e rëndojnë më shumë gjendjen e artritit. Gjithashtu ndikon edhe hidroterapia shumë e mirë, shumë e rëndësishme. Kontrolli tek mjeku veteriner është gjithmonë i domosdoshëm, duke u këshilluar mënyra të ndryshme për ta bërë qenushin tuaj të ndihet sa më rehat dhe i lumtur pranë jush.